Mesazhi im sinon që ende mungon lirimi i asajtit Albionit. 6 janë rrëmbyn nga shtëpia jonë, 5 janë gjetë janë kthy, kurse birim jo. Ende nuk na kanë leju me shku. Cila është arsyeja? Arsyeja është na di ma mirë se jo. Kemi orë sot me familjarë sot të dita ndërkombëtare të pagjetunve. Ne si gjithë zakonisht organizojmë me familjarë, me ende edhe gjithë mendojmë që t'i lypëm t'i kërkojnë të pagjetunit të në momentin e fundit që gjim dhe t'i fundit. Edhe 108 i kena në Mitrovic të pagjetun për momentin, 1618 figurojnë krejt në Kosovë. A mendoni se qeveria e Kosovës është bërë sa duhet për gjetjen e personave? Nuk mundu me thonë se s'ka bërë sa duhet, se tjetër kush është të sene, tjetër kush nuk ka krejt nga qeveria më mbare për tyne, nuk mundu me thonë se s'ka bërë sa duhet, se dhe këta e kanë dhimbjen bashkë me neve, qysh. Nëse sot e takon krejt në shtetit, cili kish më konë mesazhi ju për ta? Mesazhi im për ta është të bojnë sa ma shumë presion mbi Beogradin, presion mbi ndërkombëtarët, sa ata i kanë punë ndër, edhe që të zbardhet fatit pagjetunve sa ma shpejt, mos t'i maltretojmë këta familjarë gjitha ende në pritje, ende në... A mendon që duhet më konë dikush për përrasus për shoqatës ose dikujt në procesin e dialogut që zhvillohet në Bruxelles? Për shoqatës nuk di, na e kena Andin Hutin, është edhe vetë familjari prekun, edhe pra si vendosin ata me marrë dikon nuk ka gjotë keqe, pra dhe mos me marrë dikon Andin Huti, vetë përfaqësuesi komisionit qeveritare dhe është vetë familjarë, se ka babën u këshin Hutin të pagjetun. Ku jeni takuar për fundin me ta dhe cila ka qenë tema diskutimit ose keni pas një takim me ne krejt institucioneve ku në fundit? Kemi takime, kemi pas, kanë dhënë informata edhe në përmes medjave dhe në përmes, nuk do me thonë, unë e më taku me ta, po e në taku e kryetari i këshillit koordinues, kryetari i shoqatës. Edhe cili është biseda me dista, që cilat janë informatat e fundit lidhe me këtë çështje, në shkruan një deklarat që Serbia ka me hap arkivat. Qashtu ja kanë dhënë premtimin edhe këta janë mundim, mos tim gjinas edhe këta janë qatë presion për me bërë diçka për sas këtyne si vje ka lajme na po neve në këtë zhegë, në këtë vapë, kështu nuk më jem gjina me thonë atë tas janë të mënues edhe atyne po jo dhem shpirt edhe për neve dhe për familjarë edhe për gjithë. A keni ju personalisht dikon zhdukur në luftë? Unë e përfaqësoj shoqatën e të pagjetunve që 18 vjet. A keni ndonjë familjar zhdukur në luftë? Po Islam Hasanin, kem zhdukur, halani është po kërgjë për ta, po presëm edhe nga qeverit tonë, që apo bojnë dishka, po ndërvonë farë hopin ashtë anë sa ma shpejt që nësë sa bite u bo. Mos me ditë nga kërgjë për ta, kjo është po mduket shumë. Që vlerëson qasin e qeverisë lidhe me që çështje? Edapt. Duhet me bo ma shumë për me bo dishka për me gjithë. E ju për shembull veç, po bojnë fjallë, a veprimet s'poj bojnë, se fjallë po veprimet duhet me konë ma shpejta, ma forta pak. Nëse sot do kishte taku krejt e shtetit, tash, cili kish më konë mesazhe për ta? Mesazhi im është për ta, të intervenojnë ma shumë, na i gjojnë zhduknit tonë që i kem, na i bjenë në për vendet e veta, mesazhi im është që. Unë shkru një deklarat që Serbia ka me hapë arkivat, sa beson që ka me bo Serbia qatë, ka me zbatu qatë marrëveshje? Po në intervenofshin qeveria juan në shteti juan, me ndërkombëtar bëhet diçka, mundet më bëhet diçka, për ndryshe, sa i përket Serbisë na peshofëm çka po bën. Zbesoni që ka më konë parimore në... Ka më shku shumë kohë e gjatë. Faleminderit pejt voglit, edhe teri ma të mondit. Ma i mondit, ma i dhjeti, është Halili edhe Bajramit, edhe të gjithë ta tjetë ma të vogl janë hungë shasinin. Faleminderit shumë që keni ardhur. Si të Gjekini, që vlerëson qasin e qeverisë në raport me këtë çështje, personat e zhdukur? Është pyetje e ronë. Për me dia duhet me ditë se çështja e qeverisë ka stagnuar për procesin e personave të pagjetur me deklarata jo të realizueshme. Deklaratat janë ende të pa realizueshme. Janë premtuar shumë edhe kanë punuar pak.
Kështu e vlerësoj. Së fundit në shkruar një deklaratë për personat e zhdukur në Bruksel. Sa mendoni që do zbatohet ajo? Deklarata e Brukselit me dokumentacionin e ohrit të cilët ata e kanë qunë në Bruksel qatë umet, në qatë letër umet, nuk është realizu asta. Nëse sot do takon krejt e shtetit, cili kish më konë mesazhi ju dhe kur e një taku për të fundit me krejt e shtetit? Sot mesazhi jam është të largohet politika prej kësaj çështje e të bëhet humanitare që ka qenë përpara dhe të vazhdojnë punojnë në Bruksel këshillet të cilat janë caktu apo komisionet të cilat janë caktu prej dy qeverive Beogradit edhe të Prishtinës dakordohet dhe të na gjojnë me të dashnit tonë, por gjithçysh mendimin e ndërkombëtarëve të cilët edhe ata e bortin në foj. Apo mendojnë që edhe ndërkombëtarët kanë faj për çdo çështje? Me siguri ndërkombëtarët kanë faj se duhet qitet kusht në Bruksel, pse nuk po punon grupi punës. Pse nuk është ka punon? Politika s'pelen, cila politikë? Ju jeni ata që ju thesni politikën, ju jeni ata që jeni orë me politikë këtu, ju jeni ata që keni ndollë luftën, ju jeni ata që në keni për lirin, edhe dojna me na i këthy. A keni marrë në premtim, ako më kone përfaqësues i shoqatës në takimin në Bruksel ku folet për çështjen e të zhdukurve? Kemi lypë gjithsa herë ne familjarë, bilin ne, që jem drejt për drejt prekun të shkojmë, ende nuk na kanë leju me shku. Cila është arsyeja? Arsyeja është na di ma mirë se ju. Cili është mendimi juaj apo bën qeveria sa duhet për këtë çështje? Tash, nështë më thonë që nështë sa o e mënue nuk ka arritat qëllimin e vetë. Shpresat e familjarë si gjithëherë përjetojnë me shpresa, për momentin halë nuk ka nëjë rezultat që u gjetë dikush u këthyë, jo, s'pëdisha më thonë. Vini për një vendit që ka pas shumë dëme në luftë, për Gjakovës. Po. Edhe si një gjakovore, edhe si një non e familjes, cili është mesazhi juaj sot për qeverinë, nëse i takon krejt të shtetit? Mesazhi im si non që ende mungon birimi i asajtit Albioni, mesazhi për kryeministin, edhe pse du të thëmë të vërtetën që kryeministri Kurti e ka si prioritet, sepse ai ka qenë gjithmonë me nënat në protesta. Edhe vazhdojmë në përkra dhe mi kërku këta njerëz, po na dim që me kënd kemi të bëj punë, edhe ata i kanë pengu, kanë prolongu procesin edhe trupat marrën hala enda atje, ku në mesin e tyre edhe djali im Albioni, 6 janë rrëmbyn nga shtëpia jonë, 5 janë gjetë janë këthy, kurse birim jo. Po thu që vedime kom kemi të bëj punë. Së fundmi në shku një deklaratë në Bruksel që Serbia kom ja arkiva, ta besën që do ta respektoj marrëveshjen. Na si familjar përdoj me dek me shpresa, s'pëdisha më thonë, prapë me shpresa do të vazhdojmë me tu inshallah, nuk është kjo realitet, inshallah gjinë e kthehen, e na pushon edhe shpirti ynë edhe trupi atyre që së meritojmë punën në varreza Serbisë.